Një ngjarje tragjike ka ndodhur paraditën e sotme më 1 qershor 2025 në afërsi të zonës së shkëmbit të Kavajos, ku dy shtetas që po lundronin me një mjet jet ski kanë humbur kontrollin dhe kanë rënë në ujë. Ngjarja ka ndodhur rreth orës 11:15 kur shërbimet e policisë kufitare në portin e Durrësit janë njoftuar për incidentin dhe kanë reaguar menjëherë duke shkuar me mjet lundrues për dhënë ndihmën e parë. Dy personat u nxorën nga uji dhe u transportuan menjëherë drejt portit me qëllim dërgimin në spital. Sipas verifikimeve paraprakët e ekipit të urgjencës që priste në port, njëri prej shtetasve SO 34 vjeç, banues në Angli, fatkeqësisht kishte ndërruar jetë, ndërsa shtetasja tjetër VB 31 vjeç, gjithashtu banuese në Angli, ndodhet në gjendje të rëndë shëndetësore dhe është shtruar në spital menjëherë. Policia njofton se është ngritur një grup i posaçëm hetimor që në drejtimin e prokurorisë po punon për të zbardhur rrethanat e ngjarjes dhe për të kryer dokumentimin e plot ligjor të rastit.